Nuk është mirë me llogarit pasurinë tane pa pas nevojë. Për shembull, i merr parë ti numran. Në këshir kontën tane nuk të vjen kurrë veç kiçë me pa, me këshir ku janë tek janë. Nuk është mirë kjo. Është mirë me lan edhe me këshir veç kur të vjen. Kur të vjen, për shembull, e keni jetë me bani udhtim, e keni jetë me blet diçka, hini llogarit e mrin a nuk e mrin. Ama veç për shef, për shefit, kam qef me hi këshyri për natë, nuk është mirë me këshyr, ku është, shka është, so ka shku, so ka ardhë, leje. Ka thonë Aisha radiallahu anha, e kena pas një ushqim hangshmi për tina, edhe që i ka Allahu bereqet gjithmonë, po të një dikur ja ka nisë me llogarit edhe so del, edhe am del edhe 2 dit, am del edhe 3 dit. Kur ja kom nisë me llogarit që shtu ka hu bereqeti. Do me thonë, bereqeti është kur të si llogarit heq. Qënë Allahu, puna, qatë punën që jetu, bo puna. Mos u qënë haram, jep sadaka. Qënë Allah, nuk i nevoj me llogarit të çdo natë, ku jam, sa jam, a me dhe njerë që ato të këshyri, kështu sa janë atje. Jo, veç kur të vynë, për shembull, don me bani udhtim, don me ble diçka, don me dhënë sadaka, ka arë ku zeqatit, i llogarit, ama jo me llogarit për shef, për shkak se me llogarit për shef hub bereqeti i pasunisë. Allah na ruajt e na bëj prej muslimanëve të mirë.